Endri Hyseni rikthehet në krye të autoritetit kombëtar të ushqimit në Vlorë, e ndërsa nuk e fitoi dot mandatin e deputetit. Hyseni, që kandidoi në këto zgjedhje në siglën e Partisë Socialiste, është rikthyer përsëri në detyrën që ka mbajtur më parë. Në momentin e kandidimit në zbatime edhe të kodit zgjedhor, Hyseni dha dorëheqjen nga drejtimi i autoritetit kombëtar të ushqimit, institucion që drejtonte prej një viti. Ndërkaq prej disa muajsh, ky institucion në Vlorë u drejtua nga Paulo Arapi, i cili ishte edhe drejtuesi komanduar i tij. Endri Hyseni është rikthyer tashmë në detyrë në nisje të sezonit turistik, ndërsa një nga prioritetet kryesore të tij do të jetë pikërisht marrja e masave për të garantuar sigurinë ushqimore gjatë sezonit, me qëllim që të mos ketë problematika në shëndetin e konsumatorëve. Vlen të theksohet se Endri Hyseni, gjatë një viti që drejtoi autoritetin kombëtar të ushqimit në Vlorë, zhvilloi një sër inspektimesh të rëndësishme për të garantuar sigurinë ushqimore. Tashmë rikthehet përsëri në këtë detyrë, ndërsa do të ketë një tjetër sfidë, atë të menaxhimit të sezonit turistik. Hyseni u rikthye në detyrë gjatë kësaj të hëne.